edhe Iranit u detyruan që të njohin shtetin e Irakut përsëri. Dhe Amerikanët luajnë dhe zionistët luajnë se kush opsion të poj atyre më përmbar, por këtu duhet përmendim edhe faktorin rus, sot disa deputet të Dumës ruse. Për këtë e kisha fjalën, se aty po shkoja. Okej, bëj pyetjen. Jo, kemi Iranin që ka bërë një marrëveshje me Rusin, një marrëveshje me Kinën, ka dhe një marrëveshje me Korenë e Veriut. Pra, këto skenar sa të mundshëm janë, ndërkohë që Irani pas vetes ka Rusin, flas në kuptimin e marrëveshjeve që kanë nënshkruar, se kjo me Rusin ishte në janar, ka Kinën, ka dhe Korenë e Veriut. Pra, nisu nga ajo që ti nise, se ishte shumë interesant, çfarë ka ndodhur në Dumën ruse, për sa i përket Iranit. Se ka patur prononcime nga Ministria e Jashtme ruse dhe deputet të Dumës ruse, të cilët kanë denoncuar sulmin ndaj Iranit. Sa i përket Kinës edhe Koreas Veriut, këto janë shumë larg për mendimin tim dhe nuk kanë mundësi që ta ndihmojnë Iranin, po Rusia si vend fqinj, për mendimin tim nuk do të lejoj që Irani të shpërbëhet, ose edhe po u shpërbë Irani, ne mund të kemi në kthimin e Iranit përpara luftës dytë botërore, kur pjesë të Iranit ishin nën pushtimin britanik dhe pjesë të tjera në kohën e mbretërisë Kaxhare dhe pjesë të tjera nën pushtimin rus. Ja që duke e patur Iranin në vend fqinj, Rusia nuk do të tolerojë kthimin e Iranit në një vend armik ndaj saj, nga që Rusia ka interesa strategjike, dhe në rastin më ekstrem, Rusia mund të pushtojë territoret veriore të Iranit, nëse nuk do të arrijë që të garantojë sigurinë e territorit iranian. Megjithatë, është shpejt për të folur, sepse ne duhet shohim se kush do të jetë reagimi i iranianëve në ditët dhe në javët që vijnë. Megjithatë, situata duket shumë kritike dhe duhet shohim se sa shumë Izraeli ka arritur që ta penetrojë sistemet e sigurisë iraniane, sa shumë dëm ka bërë, dhe a do të arrijë Irani që të rimbledhë ushtrinë dhe të mobilizohet dhe të kundërpërgjigjet. Nga që ne duhet kuptojmë diçka që Irani në prill, edhe kur ishte më mbrapa në korrika në qershor, që bëri ato 2 goditjet e mëdha ndaj Izraelit, ishte shtet shumë i fuqishëm, kurse në këto momente kanë arritur Izraelit ta penetrojnë, dhe shumë interesante që pak a shumë e njëjta strategji që u përdor për të goditur bazat nukleare ruse përpara pak ditësh nga Ukraina me shërbimin inteligjent britanik, është përdorur e njëjta metodë. Pra janë futur kontraband në Iran dron dhe me këto dron janë sulmuar objektivat ushtarake. E qartë. Ndërkohë, situata e brendshme në Iran, Olës, si është? A ka mundësi që këto goditje të prodhojnë, le të themi, një kryengritje apo rebelim brenda Iranit që më pastaj të shkojë në atë pikën që skenari i përmendën, ndryshimi i regjimit. Pra, përmes këtyre goditjeve, a synohet që le të themi të bëhet të realizohet një skenar për përmbysjen e regjimit në Iran? Si është situata politike? Për këtë skenar është duke u punuar në mënyrë intensive, nëse ne do kishim ndonjë shok që do punonte në telekomin e Manzës, e Durrësit, do të ishte fantastike për të parë komunikimet që iranianët e Manzës janë duke bërë në këto momente me iranianët në Iran, që të mundohen që të nxisin ata në revolta. Megjithatë, unë çfarë kam parë, domethënë, nga mediat që kam ndjekur sot, sidomos Al Jazeera, është që në përgjithësi populli iranian solidarizohet me qeverinë, ka patur protesta në qytete të ndryshme të vendit ku populli kërkon hakmarrje. Kuptohet që ka grupe diversive, ka diversant që operojnë brenda Iranit.
Megjithatë, ngelet për të parë në ditët në vijim se çfarë do të ndodhi. Një skenar shumë interesant do të jetë nëse ushtria merr nën kontroll vendin me këtë Ahmed Wahidin që Khamenei ka vendosur si komandant të gardës revolucionare dhe nëse Irani shpall gjendje të jashtëzakonshme dhe vendoset pak a shumë diktaturë ushtarake, besoj që do të kemi mobilizim total të vendit për luftë. Megjithatë duhet ngelet për të parë se si do të sillet udhëheqja iraniane në ditët që do vinë. Olc, e fundit, është ngritur, e pash si lajm dhe më bëri përshtypje, është ngritur flamuri i kuq në Irak. Cila është simbolika e ngritjes së flamurit të kuq? Çfarë do të thotë? Ai është flamuri i Huseinit, edhe nëse jam gabim, tek ai flamuri shkruhet Ja Hussein, duhet me lexuar se unë di mirë arabisht, por shiitët e kanë atë si simbol hakmarrje dhe është një xhami në fum të Iranit që quhet xhamia Jam Karamit, ku historikisht këta shiitët besojnë që para ditës Kiametit do të vi Imam Mehdiu. Edhe në këtë xhaminë e Jam Karamit është ngritur ky flamuri, unë s'di me lexuar mirë arabisht, po diçka e tillë, domethënë me det nuk e di. Jo, dakor, jo. Çfarë në kuptimin simbolik çfarë është? Po, domethënë kjo është shenjë hakmarrje. Domethënë shiitët kur hakmerren çojnë këtë flamurin e kuq të Huseinit dhe është domethënë simbol që ata do të marrin hak. Do kundërpërgjigje do të jetë. Po, ky flamur në kohët e fundit është ngritur 4 herë, e para kur u vra Kapten Sulejmani në janar 2010-s. E dyta kur ndodhi bombardimet në Kerman që u vran gjithë ata klerik në 2024-ën. Pastaj në janar, pastaj në korrik të 2024-s kur u vra Ismail Hania. Edhe kjo është hera 4 që po ngrihet ky flamur dhe ky është simbol i hakmarrjes që iranianët e çojnë, domethënë e kanë shiitët, e kanë pak a shumë sikur kanë popujt e tjerë atë kur ulin flamurin në gjysmë shtizë që do mbajnë zi, kurse ky është simbol i mobilizimit të shiitëve për hakmarrje. Olc, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit juve. Shumë kënaqësi si gjithmonë. Ndërkohë regjia, jemi në pjesën e fundit të emisionit, por që pjesën edhe më të rëndësishme të emisionit, ku do flasim për kronikën me Sokol Bregun. Është bashkuar me mua në këtë pjesë të emisionit si çdo të premte Sokol Bregu. Sokol, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Sokol, kronikën do ta lëm në fund të emisionit kësaj here për shkak se ka dalë në media, sidomos te mediat opozitare, po flitet për një mesazh të koduar të Veliajt në faqen e tij në TikTok, ja ku e kemi pas meje, ku në një farë mënyre aludon se kush është Nesti Angoni. Jo, nëse është e vërtet ai nuk gjithë me atë po merren. Nëse është e vërtet ai nuk po aludon, ai po i dërgon një sinjal, ne po aludojmë kush është. Ai po dërgon sinjal, thua. Tani, video, të themi atë që është realiteti, kjo ka dalë që dje. Gjatë gjithë saj kohe, mediat serioze, duke mos patur kontakt me asnjë lloj lidhje me Erion Veliaj, nuk mund të vërtetojnë nëse është TikToku i tij origjinal apo jo. Po. Dhe ky është një problem shumë i madh për ta ditur. Në të kundërt, ky do ishte debati të gjithë emisioneve publike. Duke mos patur një lidhje, sepse e kanë izoluar totalisht Veliaj, për ta pyetur është e tij apo jo. Tani, ekspertët e IT-s
cilët kanë pyetur, ore, si mund ta vërtetojmë nëse është e tij, thotë që nëse ka një shenjë shile në TikTokun, duke qenë se është edhe i ndaluar, Po, e kam foton e asaj, regjia. Nëse ka një shenjë shile, thonë është i autorizuar, por prap ti, duke qenë se TikToku, po prap, është ajo shenja, po problemi është që duke qenë se ne jemi në një ndalim të TikTokut, dikush nga jashtë mund ta hapi edhe mund të bëj një gjë. Por është apo jo TikToku real i Erion Veliajt, prap hap një diskutim të madh, diskutimin më të madh të verës. Pse është diskutimi i verës? Sepse prevalon edhe me të gjitha zhvillimet e kronikës apo zhvillimet gjyqësore që mund të ketë vendi. Ne do të përballemi me gjykatën e lartë ku do të shkojë Erion Veliaj. Gjatë kësaj vere. Po, si procesi i fundit gjyqësor, nëse ai lirohet nga burgu apo ngel përfundimisht në burg, për i kohë gjatë. Pra jemi futur në këtë vorbull. A dhe pritet vendimi i gjykatës lartë. Çfarë do ndodhi me këtë? Njerëzit afër kryeministrit i kanë dëgjuar me shumë vëmendje kohët e fundit, të cilët thonë që gjithçka në këtë mes lidhet dhe me një situatë social-politike në cilën jeton vendi. Ata e barazojnë me çështjen Meta, sepse përderisa Ilir Metës i refuzohet liria disa herë, edhe në gjykatën e lartë, ata mendojnë që drejtësia nuk do të bënte ndonjë lëshim që ish presidentin e vendit ta linte në burg me gjithë kërkesat e veta, dhe Erion Veliajn ta nxirrte nga burgu. Kjo është si një, domethënë, është duke mos e diskutuar këtë thjesht si një proces gjyqësor, por duke dashur pa dashur, duke futur këtë në një proces politik. Në të dyja rastet. Dhe po unë nuk e pranoj dot këtë logjikën, që me që Ilir Metës ju refuzua liria, Erion Veliajt duhet i refuzohet liria, edhe nëse gjykata lartë mund ta lirojë se i është gabuar në procedurë, po me që pas ka lënë në burg Ilir Metën, duhet lërë dhe këtë. Këto janë, ku di unë, janë se këta dhe kur paralajmërojnë atë që do të bëjë kryeministri, domethënë e kanë shumë shëmtuar në logjikën e vet. Ndërkohë që drejtësia duhet të prevalojë mbi gjithçka. E meriton të dali i është kryer procedurë gabim, se me atë merret gjykata e lartë. Dhe personalisht mendoj që në vlerësimin tim gjykata e lartë procedon gjithmonë ka një sens më të drejtë se gjitha shkallët e tjera të gjyqësorit. Në logjikën time, në perceptimin tim. Kjo është mënyra se si e mendoj. Tani le të merremi me çështjen. Dhe atë foton regjia, foton se ka dhe atë komentin. Apo jo autentike, çfarë rëndësie ka? Nesti Angoni është një ndër personazhet më të debatueshme në gjithë 2025. Të mos kishte zgjedhje parlamentare në 2025, do të ishim pothuajse çdo javë duke diskutuar mbi Nesti Angonin. Shiko, të marrësh njeriu më të fuqishëm politik, ta çosh në burg me një dëshmi të një personi që ende nuk e di askush, identitetin e tij, nuk është një rast që ndodh për ditë në Shqipëri. E as për vit, e as për muaj. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ai ka dhënë atij identitetit të tij një ndryshim, spak. Dhe a e di vetëm Olsidado dhe Altin Tumani emrin e personit në fjalë? Se pa e verifikuar që është një person qoti sa duash me pseudonime, nuk do ta merrnin për bazë një gjë të tillë, se nuk mund të regjistrosh nga një emër anonim. Ata ja kanë dhënë të drejtën për të fshehur emrin në një marrëveshje të tyre, në momentin që kanë marrë një kallëzim penal. Spak mendon që e di këtë se kush është? Në mënyrë absolute po, në të kundërtësi do ta merr. Si u merr një kallëzim nga një njerëz që nuk ekziston?
kryesisht nuk do merret fare në konsiderat. Po pse nuk kemi 100 nes të Yangonit të tjerë pastaj? Po në Shqipëri po të ekzistonte kjo historia e nes të Yangonit, do ishte mbushur plot. Sa shqiptar ka akmarrës që mund t'i dinë shefit të tyre diçka që mund të kenë bërë. Dhe po ta çojnë si nes të Yangoni edhe të jenë 100% të bindur që nuk do identifikohen ndonjëherë. Jo, e vërtet është, po. Kështu që nëse kjo është e vërtet, pastaj mendoj që Erion Velia pastaj ka zbuluar. Dhe po i dërgon një mesazh. Nëse kjo është e vërtet. Se kjo është e vërtet. Tani, hajta gjejmë që se kujt ai në shoqërinë e tij thriste Rosak. Po, Rosaku që po mbaj në dorë quhet Nes Yangoni, është i vogël, qesharak i zhumshëm, por përballë meje duket si mis. Nëse kjo është e vërtet. Nëse është e vërtet. Nëse është e vërtet. Unë gjithsesi i kam parë me kujdes mediat kryesore në vend. Po. Janë ende, jo se nuk duan ta shfaqin, janë ende në dilemë nëse është apo jo TikToku origjinali i Veliajt. Sepse Facebookun origjinal ti e kemi. TikTokun e vërtet është. Po t'ishte, do ta kishte hedhur në Facebookun e tij. Edhe unë jam pjesë, domethënë e kam në shoqërinë time Facebookun e Erion Veliajt, për të parë çdo reagim që bën ai nga burgu. Kështu që po t'ishte, do ishte edhe aty. Do ishte edhe aty. Çka bën? Prandaj i ka vënë të gjithë në një dilemë, është apo jo. Kjo. Po Velia si problem sokol është. Velia është një ndër problemet kryesore. Sot opozita ka filluar. filluar. Merremi se nuk sot opozita ka filluar të flasë për kandidatin e ri të ardhshëm të kryetarit të Bashkisë Tiranë. Po si mund ta diskutojë opozita një gjë të tillë? Ku e di opozita që do të ketë zgjedhjet parakohshme në Tiranë? Në qoftë se flet për 2027-ën, është ende shumë herët për ta diskutuar, ndërkohë që s'ka mbyll analizën e humbjes së 2025-s. Pse duhet diskutojë 2027-ën për Bashkinë Tiranë? Duhet diskutoj një herë 3 bashkit e vogla, për cilat do ketë vërtet këtë vit zgjedhje. Sepse me ligjin aktual që kemi ne, Erion Veliaj nuk mund ta humbi mandatin. Pse kur e humb? Vetëm kur dënohet. Vetëm kur dënimi formës prerë. Dënimi formës prerë. Kur është sëmurë që nuk mund të shkojë, kushtetuta e sot qartë. Dhe nëse do të interpretohej sa ty thot 3 muaj pa shkuar në punë. Se ka një problem në Shqipëri, ka edhe një masë të madhe, domethënë që janë fikse analfabet funksional, 3 muaj e ka për shëndetin. Plus i kemi edhe i precedent, nuk mund ta diskutojë as gjykata kushtetuese më. Kemi precedentin e zotit Berisha, i cili nuk shkoi në parlament, megjithatë, por u konsiderua se ai donte të shkonte. Por një masë ligjore nuk e la të shkojë. Pra ai ishte i gatshëm dhe i shëndetshëm për të shkuar në parlament. E ndalon dhe kushtetuta e ka përcaktuar qartë që me 3 muaj kryetar bashkie, me 6 muaj në parlament, por jo kur ti e një masë sigurie dhe të ndalon prokurori ose gjykata të shkosh. Sepse ti aty nuk je i dënuar, prezumohet pafajësia derisa të jepet vendimi i gjykatës apelit. Dhe kjo është totalisht mendojnë këta që Erion Veliaj do japi dorëheqjen nga burgu. Unë se kam të informacion. Kjo mundet të bëhet gati kushdo në për të qenë kandidati i ardhshëm i Bashkisë Tiranë. Mediat pranë opozitës sokol janë gjatë e interpretuan këtë marrjen apo akuzën për Anuel Aristanin si një hakmarrje të Veliajt. Prandaj ky postim merr vlerë që thash nuk do e marrim për referencë në kuptimin po më shumë për të kuptuar që çfarë po ndodh në Bashkinë e Tiranës, dhe ndërkohë që anëtarët e Këshillit kanë kërkuar
të opozitës kanë kërkuar nuk mund të shkarkimin e merrem Velier. në llojin e formës, nuk mund ta kërkojnë shkarkimin e Velier. Si mund ta kërkojnë? Në cilën bazë ligjore? Jo, kanë kërkuar, po nuk themi që ka një vendim, se s'marrin dot një vendim, do të jetë ka bazë shumica. ligjore. Po dhe tjetë shumica, më nuk ka bazë ligjore. Nuk ka bazë ligjore? Po në cilën bazë? E keq interpretojnë pra kushtetuar. Është keq interpretim? Po nuk ka bazë. Ka një shkarkim nga Edi Rama, i vetmi që mund ta ketë, nga kryeministri i vendit, në